Çmimet e banesave në Shqipëri pësuan një rritje të fortë gjatë vitit 2024 me 44.5% në krahasim me një vit më parë, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Vetëm për Tiranën kjo rritje ishte 56% më shumë se viti 2023, ndërsa blerja e një shtëpie vijoi të ishte arsyeja kryesore pse individët morën kredi. Megjithatë, Banka Qendrore thotë se aftësia paguese e kredimarrësve është përmirësuar dhe se numri i kredive me probleme ka prekur nivelet më të ulta historike. Se shikojmë ato që quhen rreziqe konvencionale, ne vlerësojmë se ato mbeten të kontrolluara, nuk ka probleme nga ana e likuiditetit, sektori bankar përmbush kërkesat minimale rregullatore të kuadrit mbikëqyrës. Nga ana tjetër, cilësia e kredisë është përmirësuar gjatë periudhës, ajo ka rënë në nivelin 4.2%. Që është më i ulti në 15 vitet e fundit. Në ndjekje të zhvillimeve në tregjet e huaja, Banka e Shqipërisë tërheq vëmendjen për pasiguri të shtuara, duke nënvizuar se normat e interesit mund të rriten sërish. Në rast se ai shoqërohet me rritje të pasigurisë, ka shumë mundësi që të ketë rritje të normave të interesit, rritje të presioneve inflacioniste, dhe kjo të ndikojnë në termat konsumit dhe të investimeve në përgjithësi, dhe sigurisht që edhe ekonomia jonë mund të preket nga këto ndikime. Tre janë rreziqet globale që mund të cënojnë performancën ekonomike në të ardhmen, sipas bankës. Rënja e ngadaltë e inflacionit, përshkallëzimi i luftës dhe qëndrimet tregtare të administratës së re të SBA-s.